Tani po ndjekim një moment tjetër, që unë do ta quaja momenti tretë. Mas riparimit të rimorqatorit Epitam, ku masi rimorqatori është lëshuar në ujë, në rimorqator afrohet skafi Joni i kompanisë, i cili sjellë ekipazhin e këtij rimorqatori, i cili, si të thuash, e merr në dorëzim rimorqatorin pas riparimit dhe e përgatit për lundrim ata dhe fillon lundrimin normalisht në basenin e portit Durrësit, sipas detyrave që ka në Durrës, Porto Romano. Është një moment i veçantë, pra. Aty shohim dhe veteranin Ismet Deqaj dhe marinarin e ri Emilian. Është një proces pra që kërkon impenjimin e gjithë personelit, qoftë personelit tanijeve, qoftë atit inxhierë teknik, të duket sikur këtu me këto veprime të këtyre mjeshtrave, të këtyre njerëzve punëtore të palodhur, mbahet gjallë edhe detaria shqiptare. Të që टँक मधलं पाणी त्या टँक मध्ये आलं रे. हा गणित टँक दुसऱ्याला रे. Shohim veprimet e ekipazhit të rimorqatorit Epitam dhe të skafit Jon për ta vënë në lëvizje rimorqatorin e sapo riparuar.